Atëherë të ndëruar shikues, sot do të flasim për një temë shumë aktuale edhe me rëndësi për shëndetin mendor dhe zhvillimin e fëmijëve, por edhe të rinjeve kur bëhet fjalë përdorimi i teknologjisë edhe koha e gjatë që e kalojmë në rrjetet sociale. Në një kohë kur teknologjia është bërë pjesë pothuajse e pandarë e jetës sonë, jo vetëm tek fëmijët, por tek krejt moshat, gjithnjë më shumë ekspert po ngrej shqetësimin se fëmijët po kalojnë shumë orë përpara ekranit, gjë që mund të ndikojë në mënyrën se si ata mendojnë, si ndihen dhe lidhen me botën reale. E për këtë arsye është hedhur ideja e një pushimi digital, një propozim për ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç në mënyrë që ata të kenë më shumë kohë për lojë, për mësimin, për komunikimin e drejt për drejt edhe për zhvillim të shëndetshëm emocional. Ne kemi ftuar në studio psikologën Mirjeta Pestisha për të diskutuar për të rinjët, teknologjinë edhe sa është shqetësuese qëndrimi në rrjetet sociale. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe, Mirjeta. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. E kemi përcaktuar këtë temë nisur nga një shqetësim, po besoj shumë prindërve, tashmë janë marrë disa iniciativa në disa vende si në Francë dhe në Danimark që në nivel qendror të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale nga mosha nën 15 vjet. Po flasim për shembull në rastin e Kosovës. Në general kështu, sa është shqetësuese përdorimi i teknologjisë tek moshat e reja fillimisht? Nëse flasim në kuadër të popullit tonë, në fakt unë po e shoh edhe nga përvoja profesionale, po e shoh sikur teknologjinë, telefona apo televizorin, sepse dyat janë njëjtë, nuk mundemi mi ndo asaj përket dëmtimeve të cilet na i sjell dhe varësisë të cilet na i sjell, atëherë po e konsiderojnë sikur një kujdestar të fëmijëve. Atëherë kur fëmijët, domethënë në vend që të gjejmë mekanizma të tjerë të qetësimit tek fëmijët, po e përdorim teknologjinë dhe po i përdorim pajisje teknologjike, që natyrisht është shqetësuese, për arsye që e para nuk po i lën fëmijët që të shfaqen në gjendjen emocionale të tyre dhe ne i dim dëmtimet e trurit të cilet na i sjell sidomos kur fëmijët ekspozohen në moshë të hershme. Kur flas në moshë të hershme, atëherë po flas për moshës 5-6 muajsh, të cilët ju ekspozohen, domethënë fëmijëve pajisjet para tyre, në mënyrë që fëmijët të qetësohen, në mënyrë që fëmijët të mos shojnë dhe që kemi në popullin të rahatohen, domethënë fëmijët. Mirë po, pavarësisht, edhe nëse fillon përdorimi në moshën 1 vjeçare, 2 vjeçare, 3 vjeçare, nëse ekspozohen gjatë para teknologjisë, atëherë dëmtimet janë të njëjta. Sepse ne po e shohim fëmijë të cilët janë më pak antisociale ditët e sotme, fëmijë të cilët domethënë kanë më shumë vështirësi në menaxhimin emocional, kanë vështirësi në identifikimin e emocioneve të tyre, kanë vështirësi në lojrat interaktive të cilët i bëjmë me fëmijët e tjerë, dhe një gjë shumë e rëndësishme që fëmijët po kanë vonesa në komunikim. Domethënë mosha e komunikimit tash është rritur edhe më shumë. Nëse ka qenë me herët në moshën 1 vjeç deri në moshën 2 vjeç që fëmijët duhet të ketë deri në 50 deri në 70 fjalë që duhet i përdorë në fjalorin e tij, tash ka filluar prej moshës 2 deri në 3 vjeç që fëmijët po i kanë domethënë në dispozicion këto fjalë, që natyrisht është shumë shqetësuese. Mirë po, është shqetësuese edhe nga fakti që fëmijët po e modelojnë një jetesë të tillë. Domethënë fëmijët po i modelojnë prindërit, sepse në fakt edhe ne jemi përdorues ndoshta më shumë të teknologjisë se sa që duhet, sepse gjitha punët në fakt në ditët e sotme po i përfundojnë përmes telefonit ose laptopit, që është e njëjta gjë. Dhe fëmijët po i modelojnë këtë cilë dhe po e normalizojnë situatën, sigurisht një situatë domethënë normale nëse përdorim telefonin apo televizorin apo këndo qoftë. Unë e di që jeta dinamike është në ditët e sotme, të dy prindërit punojnë, koha pa mjaftueshme ndoshta ato orë nëna të cilët kthehen prej punës për të angazhuar 100% për fëmijët. Mirë po, prapë se prapë, ndoshta është shumë e rëndësishme këto vitet e para të kemi me shumë kujdes dhe t'i kushtojmë me shumë kohë produktive fëmijëve. Pastaj kur fëmijët mësohen me një rutinë dhe me lojrat e tjera jo me teknologji, atë natyrisht që do bëhet stil i jetesës së tyre. Dhe nëse pastaj fillon gradualisht të ekspozohen para teknologjisë, në fakt do e ke një kulturë
se si ta përdorin teknologjinë, sepse nëse në fakt përdoret pa kontroll prej të dy palëve, edhe prej prindërve, se ne po javojmë gjithmonë fajen fëmijëve, mirë po natyrisht ne jemi ata, po dhe ne jemi ata të cilët i lejojmë, sepse natyrisht nëse ne kemi rregulla dhe nëse ne kemi rutinë të mirë, fëmijët do e konsiderojnë atë që qysh prindi e lejon. Ndërsa ne nëse bëjmë tolerime gjatë kohës, natyrisht fëmijët do përfitojnë prej kësaj situatës. Si e konsiderojnë mirëjet këtë iniciativën e disa vendeve që janë natyrisht shumë të zhvilluara për ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale tek moshat nën 15 vjeç. Do të thonë ne kemi Francën, gjithashtu e kemi edhe Danimarkën, në mënyrë më eksplicite përdorimin e TikTokut për shkak të përmbajtjes jo të përshtatshme për moshat nën 15 vjeç. Kur flasim për shtetet të cilat janë më të zhvilluara, natyrisht që kur flasim për zhvillimin e shtetit, gjithmonë shteti një konsiderat shumë të madhe e avë zhvillimit të fëmijëve, sepse në fakt aty e kemi, domethënë, të ardhmen e gjithë shtetit. Nëse ne investojmë, domethënë, në gjëra të tjera, nuk investojmë në fëmijërinë e fëmijëve të atij shtetit, natyrisht që nuk kemi bërë asgjë. Sepse ne e dimë që Danimarka është një prej shteteve që ka prindërimin ndoshta më të mirë në botë. Mirë po, gjithashtu edhe Franca, mos flasim pastaj për investimet të cilat i bojnë në shkolla. Dhe unë mendoj që ndalimi apo kjo filtri i rrjeteve sociale në fëmijërinë e hershme, po flasim 12-15 vjeç, është një vendim shumë i duhur, sepse ne e dimë se çfarë po bëhet në ditët e sotme nga rrjetet sociale. Ne e dimë thjesht është edhe një krim kibernetik i cili po ndodh brenda rrjeteve sociale. Ne kemi pa edhe vrasje të cilat kanë ardhur nga rrjetet sociale. E mos flasim atëherë për krahasimet të cilat i bëjnë adoleshentët apo ndoshta edhe fëmijët më të vegjël nga jetesa e dikujt tjetër të cilin e ekspozon në rrjetet sociale. Domethënë është një krahasim që ai e bën me veten e vet dhe në këtë rast ulet vetbesimi, në këtë rast fëmiu në fakt po flasim më shumë edhe tek adoleshentët ose para adoleshenca, që hormonet e tyre tash janë në zhvillim e sipër dhe gjendja emocionale e tyre është shumë, po e them, ndoshta e pa kontrolluar sesa në moshën madhore, atëherë fëmijët në këtë rast do jenë prej ebulizmit, i cili është shumë i shfaqur sidomos në vendin tonë. Fëmijët do e përjetojnë një lloj depresioni apo mbyllje në vete për arsye që ndoshta nuk mundën me ekspozu një jetë superiore çush ekspozohet apo çush e shohim na, e cila nuk është reale, mirë po në fakt adoleshentët mund të mos e konceptojnë deri në këtë mas. Gjithashtu edhe rënja akademike, e cila në fakt jo rastësisht jemi dhe të fundit në PISA, sepse në ditët e sotme unë edhe në ordinacë rastet të cilët pranohen, po e them ndoshta më shumë se 50% të rasteve janë nga teknologjia. Janë kur prindërit kërkojnë ndihmë për menaxhimin e fëmijëve të tyre për shkak të teknologjisë. Okej, e flasim pak për disa nga shqetësimet më të shpeshta të prindërve. Do thonë që është pikërisht teknologjia, në çfarë aspekti teknologjia? Përdorim i tepërt, pa kontroll, qasje në rrjetet sociale tek moshat të cilat nuk duhet të kenë rrjete sociale, apo çka janë shqetësimet e tyre? Nëse flasim për fëmijërinë e hershme e cila është 0 deri në 3 vjeç, zakonisht adresohen për shkaqe që fëmiu nuk është zhvilluar siç duhet, ose fëmiu ka mungesë të komunikimit, ka sjellje të cilat nuk i përkojnë moshës së tij kronologjike, fëmiu nuk ka aftësi të fituara në bazë të moshës së tij kronologjike dhe në këtë rast, domethënë, kur unë i pyes prindërit a qëndron para teknologjisë, domethënë prindërit e kanë përgjigjen po, sepse një fëmijë i cili është ekspozuar para teknologjisë vrehet me sy të lirë, sidomos ne profesionalistët e vrejmë një fëmijë i cili nuk arrin të krijojë kontakt me sy, një fëmijë i cili nuk din të menaxhojë emocionet e tij, një fëmijë i cili nuk din të ketë një lojë funksionale me lodrat, sepse është i ekspozuar gjatë kohës me lëvizje të cilat kanë të bëjnë me teknologjinë. Dhe në fakt to lëvizje, ngjyrat e shpeshta, lëvizjet ulin shumë sfera të zhvillimit të trurit. Dhe në fakt, nëse fëmijët ekspozohen para teknologjisë, sinapsat të cilët duhet të lidhen mes vete në moshën 0 deri në 3 vjeç, në fakt ato sinapsa vdesin.
vdesin sepse nuk kanë stimoj të jashtëm, të cilët duhet t'i aktivizojnë që ato të lidhen me njëra tjetrën dhe të bëhet një aftësi e cila fëmiu mund t'a përdorë. Dhe më dhënë, në momentet që sinapsat shuhan apo vdesin në gjuhën e popullit, atëherë do me thonë, ne do e kemë shumë problem që këto sinapsat t'i rinjallë. Duhet shumë punë me këta fëmijë. Kështu që unë jam e habitur ndonjëherë kur prindrit vinë, është shumë mirë që sot janë realist. Mirë po dhe në fakt kjo është një diçka që vrehet. Kur thonë po e kemi ekspozu, prej moshës 5 ose 6 muaj. Prej moshës kur fëmiu ka arritur që me qëndru pak ulur. Dhe kjo është një shqetësim. Unë e di që është jeta dinamike dhe e kuptoj gjithë ngarkesën që mund ta ketë një prind. Ndoshta ne jemi gjenerata e vetme ku kemi shumë obligime në ditët e sotme se gjithë secila nën edhe punon, mirë po kemi pak mbështetje, sepse në kohët më të hershme në rrit fëmijët ndoshta me shumë njerëz brenda familjes. Po familjet kanë qenë më të mëdha. Po komunikimi, do të thonë ambientet jashtë i kanë frekuentuar shumë, nuk ka pas teknologji, ndërsa në ditët e sotme ne jetojmë, do të thonë shumë familje vetëm të ngushta, që bashorti me gjasën në punë dhe nëna se nën mbetet vetëm me fëmijët. Dhe unë e kuptoj që ndonjëherë e kanë të pamundur që mos t'i ekspozojnë para teknologjisë. Mirë po, të mundohen bile të paktën 0 deri në 3 vjeç të kenë 0 orë para teknologjisë. Ndërsa prej 3 vjeçë tutje mund të kenë në bazë të moshës, mund të kenë gjysmë ore brenda ditës. Mirë po, gjithmonë duke qenë edhe prindi prezant. Sepse duhet të dimë edhe për mbajtjen të cilët fëmijët e shohin. Jo vetëm adoleshantët, mirë po edhe kur fëmiu është 3 apo 4 vjeç, sepse për mbajtjet të cilët shohin prej filmave të animuar, në fakt cili fëmijë e merr një mesazh prej tyre. Dhe ne duhet të dimë se çfarë po sheh fëmijën. Pastaj mos flasim për përmbajtjet të cilët janë për rrjetet sociale në ditët e sotme, përmbajtjet e TikTokut, përmbajtjet e Instagramit, të YouTube-s, e gjitha këto të cilët natyrisht duhet të mbikëqyren edhe prej prindërve. Mirë, te këto raste të cilat i përmendet, të cilat referohen edhe kërkojnë ndihmë nga profesionistët, nevojitet shumë kohë apo si duhet vepruar me këta fëmijë? Se dhe largimi me njerëshëm i teknologjisë ose një aparati me cilin ajo është mësuar vazhdimisht, do me thonë nëse ja largojmë me njëherë, mund të bëhen më agresiv, ose si duhet veprojmë. Edhe kjo po mendoj që edhe stopimi i përdorimit të këtyre, qëndrimit para televizorit, përdorimit telefonit, me siguri që duhet të jetë pak më gradual. Natyrisht që po. Pasi që në gjithmonë i thëm prindërve, mundohuni që çdo ditë kur ne, sepse sot por nesër është shumë e vështirë që të hikom një diçka që në fakt është varësi. Thjesht është varësi dhe është shumë e vështirë. Natyrisht që do kemi pasaj regres në sjelljen e fëmijët, do kemi edhe sjellje ndoshta të pamenaxhueshme, shpërthime emocionale, të bërtitura, goditje apo çka do qoftë. Largimi prej teknologjisë duhet të jetë shumë gradual. Në fakt, unë ju them një ditë vetëm 15 minuta më pak, ditën tjetër 15 minuta më pak, derisa arrijmë në një kohë e cila mendojmë që është e mjaftueshme. Ndërsa tek adoleshantët duhet të kemi edhe më shumë kujdes, sepse adoleshantët në fakt e kanë adoleshenta konsiderohet sikur ata janë më superior se sa të gjithë të tjerët dhe kanë konfliktin prind-fëmijë i cili zakonisht ndodh në adoleshencë. Dhe duhet të kemi më shumë kujdes, duhet që të mundohemi gradualisht fëmijët thjesht të mundohemi që ata të kyçen në aktivitete të tjera të cilat janë të pëlqyeshme për ta, në mënyrë që gradualisht të mundohemi të reduktojmë kohën e teknologjisë. Sepse nëse ne vetëm ja largojmë teknologjinë dhe në atë kohë fëmiu është domethënë pasiv duke mos bërë asgjë, natyrisht që nuk jemi shumë në rrugën e drejtë. Mirë po, ne duhet gradualisht fëmijët duke ja hekur teknologjinë, duke eliminuar pak minuta prej teknologjisë prej ditës në ditë, mirë po, duke i mbushur me aktivitete të cilat janë të pëlqyeshme për fëmijët, siç janë për shembull shëtitjet në natyrë, po flas edhe për fëmijërinë e hershme, apo shëtitjet bashkë me prindërit për adoleshantët, inkuadrimin në ndonjë sport. Ne e dimë që në ditët e sotme në një hulumtim të cilin është bërë që domethënë fëmijët po frekuentojnë më pak sportet aktive të cilat janë, sesa në kohët ndoshta më të hershme, po flas para 5 viteve apo 6 viteve, sepse fëmijët e krijojnë një farë pasiviteti të trupit të tyre dhe thjesht pritojnë për me shku në
për aktivitetet të tjera sportive, sepse i humbin orët në teknologji. Dhe jo rastësisht sot kemi edhe më shumë probleme shëndetësore, jo rastësisht kemi edhe adoleshantët cilët janë mbi peshë për shkak të mos, të përfshirje në aktivitete, mirë po gjithmonë të këta fëmijë është edhe ushqyerja jo e rregullt, apo ndoshta ushqyerja shumë e shpejtë, në mënyrë që të shkojnë me njëherë tek telefoni apo tek televizori, për mos me humbë kohën. Miret, si mundemi ne si prindër fillimisht me kriju një ekuilibër midis jetës reale dhe asaj digitale që duket se do t'jetë shqetësimi ynë kryesor në vazhdimsi? O shumë e rëndësishme që kjo të filloj në kulturë që në femirinë e hershme të fëmijët. Sepse nëse ne lejojmë fëmijën deri në moshën 10-12 vjeç që do qëndrojë gjatë kohës në teknologji, po kur e shohim ne si prind me të vërtetë shqetësuese kur fëmijë më nuk dal prej dhomës, kur fëmijë mbyllet, kur fëmijë nuk ka komunikim me prindërit, kur fëmijë nuk i pëlqen të dalurat me të tjerët apo me familjarët, domethënë këtu fillojnë edhe shqetësimet e prindërve në adoleshencë, cilët diçka nuk është në rregull me fëmijën. Nëse ne intervenojmë në këtë kohë, natyrisht do e kemi më të vështirë, sepse më tash veç është krijuar një varësi shumë e madhe. Dhe kulturën duhet ta bëjmë prej kur fëmijët janë të vegjël në mënyrë që adoleshencën ta kemi më të lehtë të menaxhueshme. Po, nëse nuk ndodh kjo e para dhe jemi në stadin e të dytës, atëherë natyrisht që ne duhet të mundohemi gradualisht të hyjmë në inkuadrim në botën e fëmijëve. Ne duhet së pari adoleshentët në fakt t'i përkrahim dhe t'i mbështesim në atë gjendje që është. Pastaj kur ata ndihen të sigurt brenda familjes, kur ata ndihen të dashur brenda familjes, sepse ne kam parë që në adoleshencë fillojnë edhe ndoshta agresiviteti të dy palëve. Atëherë kur fëmiu është më agresiv, prindi bëhet edhe më agresiv. Në këtë rast fëmiu e sheh pastaj familjen si diçka jo të sigurt. Duket se po vjen kjo periudha fëmijët në adoleshencë, prindërit menopauzë, kështu diçka. Po ka është e vërtetë është e vërtetë sepse është ndonjëherë është e pamenaxhueshme pjesa e adoleshentëve. Sidomos kur po janë edhe të ekspozuar shumë para teknologjisë, që po shohin shumë gjëra të cilat prindërit në fakt nuk po janë në koherencë me adoleshentët e ditëve të sotme. Domethënë nuk po i kuptojnë adoleshentët e ditëve të sotme sepse kanë ndryshuar, sepse po ndryshon koha shumë shpejt, domethënë gjenerata prej gjeneratës. Dhe ne duhet së pari t'i kuptojmë, t'i mbështesim, t'i krijojmë një hapësirë të sigurt brenda familjes, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Nëse dojmë që fëmiu jonë të na ketë neve për krah dhe të jetë thjesht për çfarë do problemet të cilën e ka, të vi dhe të flas hapur me familjarët. Adresa e parë të jetë familja. Të jetë familja, ndërsa ne nëse mundohemi përmes të bërtiturave, përmes dhunës, e cila aplikohet edhe në ditët e sotme, pavarësisht që nuk shfaqet mirë, po aplikohet, atëherë fëmiu do e konsideroj familjen si diçka jo të sigurt. Dhe natyrisht gjatë gjithë kohës do jetë me bisedat, me bashkëmoshatare, do të jetë ndoshta duke shikuar TikTok apo rrjetet e tjera. Mirë po, në këtë rast ne duhet së pari të krijojmë një hapësirë shumë të sigurt për fëmijët, t'i kuptojmë dhe forma më e mirë është komunikimi. Atëherë kur ne thjesht i kuptojmë fëmijët, ata automatikisht do e kenë si replik komunikimet të cilën do e kenë me neve. Dhe në këtë rast ne nëse krijojmë domethënë një lidhje të sigurt mes fëmijës dhe prindit, atëherë natyrisht ne do e kemi më të lehtë edhe edukimin nëse dëshirojmë ta japim, domethënë në këtë pjesën e teknologjisë po flas, sepse në shumë raste edhe në ordinancë kam trajtuar raste të cilët në fakt kanë ardhur deri tek akti i vetvrasjes për shkak që thjesht është një i papranuar brenda familjes, për shkak që prindërit gjatë gjithë kohës kanë qenë kritik, prindërit janë mundu me zor me marrë me dal, prindërit janë mundu m'ia kontrollu gjatë gjithë kohës telefonin, janë mundu m'ia stopu në ato rrethana kur ose kanë dalë modemin ose ja kanë marrë këtë telefonin kur e kanë pa që domethënë është e tepërt qëndrimi para teknologjisë. Dhe këtu janë disa gabime të cilat ne mendojmë që po i edukojmë në këtë mënyrë, domethënë duke ushtruar pushtet shumë të lartë ne si prind karshi fëmijëve, mirë po në fakt jo, nuk jemi duke edukuar mirë, sepse në këtë rast vetëm jemi duke e thyr besimin e fëmijës karshi neve, jemi duke e shkëput një lidhje prind fëmijë që është shumë e rëndësishme dhe jemi duke ja krijuar shtëpinë një vend jo të sigurt.
Dhe ai natyrisht që do e gjejmë mbështetjen tek personat e tjerë dhe tek shoqëria dhe për të qenë pjesë e shoqërisë apo për të kompenzuar gjithë atë nevojën e cilën e ka brenda familjes, do e jep domethënë në shoqëri dhe në këtë rast do kemi fëmijë të cilët do të jenë ndoshta më lehtë të prej ndoshta sjelljeve jo të mira, do t'jenë prej ndoshta edhe lëndëve narkotike, kur kemi tek femra do t'jenë domethënë më të ekspozuara ndoshta edhe në lidhjet e hershme, për shkak që nuk e kanë një lidhje të sigurt me familjarët dhe këtë lidhje mundohen që ta gjejnë tek personat e tjerë. Tek këto raste domethënë trajtohen të dy palët, edhe fëmijët po edhe prindrit, kur ka shqetësime të tilla. Natyrisht që po, në shumicën e rasteve ju them prindërve që punën më të madhe ka me ju, pastaj filloj me fëmijën sepse natyrisht nuk mund të intervenojmë tek një fëmijë kur ne duhet të punojmë edhe me prindrit. Unë shpesh ju them prindërve sepse vjen një situatë kur prindërit ndjejnë vetëm fajtor në fakt për gjërat të cilat kanë ndodhur deri në atë moment dhe i shohin gabimet e tyre dhe po ne kemi gabuar. Unë them prindërve, prindrit nuk gabojnë asnjëherë. Ndoshta duke u servuar shumë gjëra të mira fëmijëve, ne po i kalojmë disa kufi të cilët nuk është dashur t'i kalojmë, mirë po nuk mund ta konsiderojmë gabim, sepse unë e di që në ditët e sotme kemi nevojë ndoshta për më shumë informacione, kemi nevojë për më shumë kurse rreth prindërimit, kemi më shumë nevojë për kampanja se si të edukohen fëmijët, sepse ne po edukojmë fëmijët në fakt duke lexuar për rrjetet sociale, ku nuk e di burimin e atij informacionit dhe një burim të ndryshe dhe jemi domethënë në një epokë të prindërimit, të cilën e kemi domethënë kohën se çysh ne po prindrojmë me kohën që ne kemi prindruar e cila po është shumë diferencë mes njëra tjetrës. Atëherë, sa herë që ka një shqetësim të prindërve rreth mirëqenies së fëmijëve të tyre, është mirë që të drejtohen tek profesionistët, bashkë mund të bëjmë zgjidhje edhe ta kthejmë situatën në kontroll. Mirë, faleminderit shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit dhe për këto këshilla që i dat për gjatë kësaj bisede. Faleminderit shumë.